Profesori Amerikan Daniel Seruer ka folur për zhvillimet politike në Kosovë, duke komentuar situatën e bllokadës institucionale si dhe sfidat në formimin e institucioneve. Seruer tha se Kosova ka kaluar një vit të vështirë, duke ju referuar mosarritjes për të formuar qeverinë dhe zgjedhur presidentin, çka sipas tij vështirëson perceptimin e stabilitetit institucional. Ai theksoi se në sistemet parlamentare situata të tilla nuk janë të pazakonta, por dhe shtoi se Kosova është përballur me një periudhë jo të mirë politike. Seruer tha se formimi i institucioneve kërkon kompromis dhe bashkëqeverisje dhe theksoi se në sistemet parlamentare presidenti zgjidhet nga parlamenti, gjë që sipas tij shpesh sjell vështirësi politike. Duke folur për çështjen e energjisë dhe gazit amerikan, ai deklaroi se nuk ka njohuri të mjaftueshme për të dhënë një vlerësim të plot, por theksoi se gazi natyror është më i favorshëm se sa ligniti nga perspektiva mjedisore. Profesori amerikan vlerësoi gjithashtu se pavarësisht ndryshimeve të qeverive, marrëdhënia e Kosovës me Shtetet e Bashkuara mbetet e qëndrueshme dhe e pandryshuar.